Në mëngjes, veç e ndiva krismën plas si stomal shu gjak zerdhja prap. E kemi ndru komplet u zhytën gjak. Me pajtu me fatin s'pajtona absolutisht, me u pajtu me Zotin pajtona së është sprovatina. Nuk pajtona me doktorët. Jeta sa po shkone po i bëhet më e vështirë. Për kujdesën për bashkëshortin, të cilit ja kishte dhënë fjalën vite më parë se do të jenë bashkë në të mirë e në të keq, nuk e kursen më as edhe një sekond. Në shtëpinë që e ndërtuan me dashuri e përkujdesje, Vjollca Kabashi ka 2 vjet që lufton më shumë se kurrë, duke sfiduar lodhjen e dhimbjen, derisa burri i saj lufton ndaj armikut të quajtur kancer. Vjollca Kabashi në një intervistë për Kiks Kosovën rrëfeu për trajtimin që ajo tha se nuk ju bë si duhet burrit të saj, Fatmir Kabashit, në repartin e kirurgjisë të Spitalit të Prizrenit të ejtën me 17 prill e deri më 22 prill 2025. Pas disa ditëve i shtruar në këtë repart, Kabashit ju tha që mund të shkonte në shtëpi nga vetë shefi i repartit, Ismet Baskovski. Por tash gjatë qëndrimit të tij në shtëpi, Kabashi ka thënë që po ka te lashe për ta kontrolluar, nga se jeton e vetme, duke qenë se vajza është studente dhe jeton në Prishtinë. Atëherë, e kreu qatë terapi që e bleva, nesërmën ishte e martë edhe e shkonin shpe. Do me thonë, nuk u bë punktimi, më shkrujnë një terapi me vitamina që unë ato dhe veti di çka duhet. Po fatkeqësisht na dolëm të martën, djeshte mërkur, në mëngjes veç e ndiva krismën plas si stomal shu gjak zerdhja prap. Unë e jetoj veç me këto, vajzën e kam Prishtinë studente, për një studente eksellent është dorëzu komplet tash. Se tha, shkam mbyllën fakulteti babit, po mbyllën të këtë mënyrë. S'po duket pa mu në bitin e 4, tash kam absolvu. E ka humbull netin më për mëse. Kanceri përveç shëndetit ta gërryen edhe xhepin. Për krejt terapi që burri i saj ka kohë që i ka të domosdoshme për ta mboshtur e për t'i rezistuar pasojave të sëmundjes, Vjollca Kabashi, bashkëshortja e tij, ka thënë që i ka paguar nga xhepi i saj. Terapinë e kam ble komplet vet përveç në se i dav 100 që në kam furnizu dhe sistemat i kam pas 2 vjet. Gjilpanat muaja do me thonë, kur gjatë tjetër. Tirat krejt. Gjitha i kam ble vet edhe pse kushtojnë shumë. Mos harroj me thonë që 3 vjetë nuk punojmë, ne na mbajnë tjerë familjarët komplet. Shteti na mban, po shteti na jep 100 euro, që më ku ditam kushton 200 euro. Shteti na jep 100 euro në muaj pse është invalid 100%. Të gjitha akuzat që familja Kabashi i ka ndaj Spitalit të Prizrenit, për të cilin pretendojnë se nuk kanë treguar kujdesin e duhur gjatë kohës që bashkëshorti i saj kishte qëndruar i shtrirë aty, kanë ndikuar edhe te vet ajo. Kabashi sot ndonse me gjithë barën e përkujdesit që ka për partnerin, përballet edhe me gjendje të rënduar psikologjike të vet asaj. Madje sipas saj po i duket gati e pamundur që ta marrë vetëm pas gjithë asaj që ka kaluar. Ndihma e saj thot i ke ndal vetëm ekipi mjekësor i kujdesit shtëpiak në Prizren. Edhe s'kisha zgjidhje kur fare. Kam thyrë kujdesin shtëpiak, e kemi ndru komplet u zhytën gjak prap. Edhe po vazhdoj me terapi. Të folën e ka humbë, vetdijen e ka ndoshta jo gjatë. Me u pajtu me fatin s'pajtona absolutisht, me u pajtu me Zotin pajtona së është sprovatina. Nuk pajtona me doktorët. Se mbas Zotit, unë doktorin e shoh me uniform, nuk thëmë zgjatja jetën, letësoja jetën. Nëse unë e po bie viktim, edhe kam e mbet me trauma për ta një jetën që s'merret askush me mu, edhe këpo shkam prej dhimbjeve, ma të mëdhaja, mes të pësojnë familje tjera.
Kabashi kishte vendosur që të gjitha këto akuza t'i drejtojë te inspektorati shëndetësor, mirëpo sipas saj kjo ishte e pamundur. Qindra herë thot ajo të ketë provuar të kontaktojë në numrat kontaktues të këtij institucioni, mirëpo nuk i ishte lajmëruar askush. Fatkeqësisht kam hyrë me poqe, i kam pa numrat, kam provu me dhjetra herë, kam lënë mesazhe, kur s'janë lajmëru. Dje isha shumë në krizë, isha shumë konfuze, nuk disha çka me bë. Atëherë e thira policin. E më thanë, hajde poshtë dhe po në thash 24 orë jam me këtë, edhe nuk mundem. Kabashi nuk harroi që të lajmëronte përmes mesazheve edhe drejtoreshën e spitalit Daut Mustafa, Narqize Arenliu Hoxhaj, për çdo gjë që i kishte ndodhur në repartin e kirurgjisë. Këtyre akuzave të drejtuara përmes mesazhit nuk ju lajmërua as drejtoresha Arenliu Hoxhaj.